Atëherë duke ju përshëndetur sot, mendoj se është e nevojshme që të diskutojmë sepse rritja e kërkesës së madhe qoftë e individëve për të blerë shtëpi të para për të jetuar dhe qoftë investitorëve të cilët marrin shtëpi të dyta dhe të treta për booking dhe për t'i përdorur për Airbnb është shumë e madhe sot dhe duhet t'u jap një lloj konsulence të cilën do ishte mirë ta dëgjoni të gjithë sepse ka një stabilizim tregu sot dhe ka një pjesë bllokimi tregu, por kjo nuk do të thotë që po qarkullon llafe që ka ulje çmimi, ka flusk dhe ka ata që quhet rënje çmimi e menjëhershme. Ju premtoj dhe ju them absolutisht rënje çmimesh nuk ka, por ka stabilizim e çmimesh. Lufta jonë si ekspert, si broker në tregun e Republikës Shqipërisë dhe njohës të mirë të tregut në real estate në Republikën Shqipërisë është që të mundohem që të bindim të gjithë shitësve dhe blerësve se ne jemi ata të cilët bëjmë një kolaboracion situatën në treg dhe do jemi shumë të gatshëm në çdo kohë që t'u japim informacione të cilat do të shërbejnë sa më shumë. Kush është më e rëndësishme në investimet të cilat vijnë nga diaspora, pra si janë kursimet e remitancat të cilat këtë vit kanë qenë në rritje, kërkesa shumë të mëdha për të pasur një shtëpi në Shqipëri qoftë dhe nuk banon këtu, por kërkesat më të mëdha që i kemi në këtë kohë është kërkesa në Bregdet. Kush e ka plan për të ble, do ishte mirë të blejnë, sepse, siç e kam thënë, informacionin drejtimi drejt BE-s që hapet porta e parë deri me 2027-2028, ju premtoj që rritja do jetë jo më pak se 22 deri në 35% të çmimit prap. Ju përshëndes dhe ngelim në vitin e radhës.